Edhe sot ja ku jemi me horoskopin nesër. Këtu është horoskopi i martë 22 prill 2025. Dashi. Përpos disa keqkuptimeve në dashuri, dita nuk sjell pengesa të pakapërcyeshme. Shumë mendime ose mbase disa polemik për të mbajtur nën kontroll. Demi. Një ditë shumë e kënaqshme, veçanërisht nëse takoheni me njerëz të dashur për ju. Nëse keni ndërmend të lëvizni, të shkoni në vende të reja, të shihni njerëz të ndryshëm, është dita ideale, por sonte do të ketë një lodhje të fortë. Binjaket. Ka disa konflikte të vogla. Duhet mbajtur mend se kohët e fundit ka pasur shumë shpenzime, jo të gjitha ato thelbësore. Gaforja. Pozicioni juaj në kontekstin e një pune ka çdo shans për të arritur. Dashuria ok, mbrëmje e shkëlqyeshme. Palestra fizike është gjithashtu e mirë. Luani. Brenda pak ditësh mund të filloni projekte të rëndësishme, fitore në dashuri. Ndiheni të gjallë, gati për të harruar çdo debat. Virgjeresha. Pasdite ka energji të mirë. Nëse keni kohë që jeni në një lidhje jo zyrtare, është normale që dëshironi ta zyrtarizoni. Peshorja. Ju po bëni shumë për të vërejtur, për të përmirësuar kushtet tuaja të punës dhe personale, por për disa mund të mos ketë ende përgjigje konkrete. Akrepi. Nuk ka siguri, ka edhe një mosmarrëveshje për të zgjidhur për shkak të një çështjeje juridike të pazgjidhur financiare. Do të jetë e nevojshme të qëndroni në kontakt me njerëzit që ju pëlqen, për të gjallëruar pasditen dhe për të shmangur çdo diskutim. Në dashuri, shfaqen disa pasiguri. Shigjetari. Ju nuk ju pëlqen situata, por vetëm sepse shumë para do të duhet të shpenzohen brenda disa javësh. Kujdes në dashuri sepse dita mund të sjellë krahasime të ashpra. Britsjapi. Kjo ditë është e dobishme për mbylljen e marrëdhënieve që nuk kënaqin më dhe për të hequr kompromiset tashmë të rënda që duhen bërë. Ju gjithashtu mund të vendosni të hedhni në peshqir nëse kjo ju pëlqen, por shpresoj që jo. Situatë e mirë për ata që kërkojnë pëlqime, lehtësira. Ujori. Situatë e mirë ditore, suksese të vogla, por të rëndësishme personale. Befasi kur bëhet fjalë për dashurinë, në dashuri mund të gjeni ndjenja të veçanta. Rikuperimi i tonit fizik, dita po. Peshqit. Situata në rënje të lehtë, ju jeni paksa i trazuar, trupi juaj vihet në provë. Në këtë periudhë ju jeni duke kërkuar për qetësi, një ekuilibër që nuk është aq i lehtë për t'u arritur. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Së shpejti.